Për leshen verbale e nesën në një lokal këtu në Strellë të Epërm, por nuk e përfunduan aty. Pasi që me të dalë nga kafeteria, qërimin e hesapeve e vazhduan në sheshin Ismet Ukaj, ku edhe u bën për mjek. Në çrast i dyshuari me inicialet K.A goditi me makinë të përfshirin tjetër në konflikt personin me inicialet Q.I, derisa fatin e keq për të shtypur nga vetura e pati edhe dëshmitari G.Z, i cili mëngjesin e sotëm, kur kishte eskaluar situata, pati qelluar në po të njëjtën kafene. Kjo vrasje në tentativë i ngriti në këmbë organet e rendit, për çka dolën menjëherë në vend të ngjarjes. Në vend të ngjarjes kanë dalur gjitha njësit kompetente, hetuesit Renal, prokurori i shtetit. Rasti është cilësu vrasjen e tentativë. I dyshuari është i njohur për policinë të thotë, dihet mirë po njëjtë është në arrati. Policia po punon në mënyrë intensive gjithmonë në koordinim me prokurorin për të kuptuar për vendodhjen e të dyshuarit. I arratisur jo, por 2 viktimat morën trajtim mjekësor, fillimisht në urgjencën e Deçanit e pastaj njëri prej tyre edhe në spitalin e Pejës. Në spitalin e përgjithshëm në Pejë kemi pranuar një pacient i ardhur me lëndime të lehta trupore nga rasti që keni parashtruar pyetje. Pas ofrimit të shërbimeve të nevojshme shëndetësore, pacienti është liruar. Organet e rendit bën me dije se motivet që sollën deri te kjo ngjarje nuk dihen ende.